Fakti është konkret. Mjafton vetëm ta gërvishësh. Tash kush do e gërvishësh puna? Kush do ta gërvishë që të dali? Po që është domethënë nuk di çfarë emri t'i vej. Po që doset janë përgatitura për ne, këtë e kam deklaruar, jo sot, këtë e kam deklaruar para 10 vjetësh, nuk deklaroj sot. Ashtu siç deklarova kur thash 243 emra janë non grata, politikan, prokuror. Nuk e di se nga 2021 që ishte e fundit e Berishës, nuk ka ende një rifreskim nga Dashi për emra të tjerë të shpallur paktën publikisht. Ndoshta ne pengim vizat mund të jenë hequr, ndoshta ajo, jo. Mund të jenë thirrur konsullat për të anuluar vizat për politikanë. Varet edhe nga interesi. Nëse ju kujtohet ke vitingu, kur ka dalë zonja Hajdari, tha, ma mori për të më asaj, ja hoqi vizën, po se kanë nxjerrë në faqe. Apo tjetër, ka shumë që ju kanë heq vizët, po që nxjerrë në faqe, për interesa, nuk përbëjnë në një lajm madh, themi. Nëse Berisha ishte gjë tjetër, që ishte politikani më i vjetër, ish presidenti, ish kryeminist, nuk e ka peshën me atë. Pesha specifike është më e madhe ke ky, patjetër. Nga administrata Trump, pra deri tani zyrtarisht nuk kemi gjë. Dgjoj, nuk merret, dgjoj. Ka një problem në Amerikë. Në Amerikë politika amerikane është e tillë se nuk e hedhin kollaj njëri tjetrin ata. Edhe sikur të jetë gabim. Një e para. Dhe ajo që u bë dëm për mua, po dëm në thonjza është edhe pjesë deklarimi i kontratave, i bërave dhe duket pastaj ju dha një kotacion sikur në Amerikë bëj çat kesh qef, paguaj lekët dhe ta heqin. Kjo është shumë e rëndë për. Duhet ta pranojmë dhe këtë. Pra, dalja e këtyre gjërave në shesh ishte negative, pavarësisht se këta e quajnë pozitive, po ishte negative. Negative pikërisht për këtë, edhe sikur mjafton që ti thu unë kam pagu X lek për këtë punë, aty more fund Amerikë. Nuk të fal njëri aty. Se ka një reputacion tjetër, superfuqia botës, nuk është një vend që themi Shqipëria dhe hajde, se s'po dëgjon njëri. Domethënë, këtu janë ca raporte tjera, dhe këtë nuk kuptojnë, që nuk funksionon bota në këtë lloj forme, që hajde paguaj lekët, bëj çfarë dush ti, paguaj lekët dhe ik. Jo. Dhe këtu tash ka ngel ai ngërçi. Pra ne nuk ka më. Mirë po ata nëse ata do ta shohin të arsyeshme, supozojmë X-i përbën edhe problem për ta, në atë moment ai e nxjerr, nuk e ka problem, se e ka gati. Mos harroni, a ditë që kam bërë këtë lloj deklarate, nesër ka dalë Yuri Kim, ka dalë në derë të KQZ-s dhe ata kryetarët e partive do të kenë kujdes në listat e siç është shpalla akoma Berisha non grata, Dakor? Kështu që politika është gjë tjetër, diplomacia është gjë tjetër dhe fakti gazetaresk është. Analiza është gjë tjetër. Duhet bësh një analizë politike apo analizë të quajtur analizë partijake, tifoz. I paguar që unë filloj të lavdroj ty, tjetrin, ha? Ose çaj këtë siç bëjnë në përstudi, që i ke vënë re, dihet sa del X i thot ky është me këtë, sa del Y del me këtë dhe nuk ka një analizë totale, një analizë të përgjithshme. Që ti të marrësh një çështje, ta trajtosh nga fillimi deri në fund dhe të nxjerrësh konkluzionin, se analiza është problemi çka konkluzionin nxjerr, ku del. Pra, ai dëgjuesi, ai që lexuesi, qoftë edhe në shkrimet e gazetave, po edhe nëpër media, që ke kontakt me dëgjuesin apo lexuesin, kur ta lexoj shkrimin tënd, duhet kuptoj, të nxjerrë një konkluzion. Po nëse nuk nxjerr një konkluzion, po ti thua ky ka vjedh kaq, ky ka vjedh kaq, ky ka vjedh kaq, dhe këtë e quajnë analizë. Pastaj edhe ai dëgjuesi ose lexuesi bëhesh pa besueshëm te ta. Kjo është e gjitha. Zoti Merkoçi, të falenderoj shumë për bisedën, për këtë analizë gjatë që
zhvilluan dhe disa këndvështrime nga politika tek drejtësia, por edhe marrëdhëniet me aleatët, por sigurisht edhe atë që po ndodh lindjen e mesme dhe emigrantët që ndoshta pritet të vërshojnë. Të falenderoj shumë. Faleminderit edhe juve.